Ja çfarë i ndodh trupit tuaj nëse pini një gotë me qumësht para gjumit? Qumshti përmban dy përbërës, triptofan dhe melatonin, të cilët mund të kontribojnë në një gjumë më të mirë. Më konkretisht, triptofani është një pararendës i neurotransmetuesit serotonin, i cili nga ana tjetër mund të shndrohet në hormonin melatonin, i cili sekretohet gjatë natës dhe shpesh quhet hormoni i gjumit. Por aktualisht, ekspertët tregojnë se sasia e triptofanit dhe melatoninës në një gotë qumësht mund t'ju ndihmojnë vetëm në hapat e para. Megjithatë, përveç kësaj, pirja e qumshtit është tashmë pjesë e rutinës së natës, atëherë mund të rendisni edhe përfitimet që sjell për gjumin. Sipas Sleep Foundation.org, rutina para gjumit është thelbësore për të ndihmuar trurin tuaj të kuptojë se është pothuajse koha për të fjetur. Pra vazhdimisht pini qumësht dhe përgatisni veten për një gjumë cilësor për të arritur gjithashtu edhe rezultatet që dëshironi për një gjumë më të mirë gjatë natës.